Përshëndetje nga qyteti i Korçës. Kemi ardhur sot këtu sepse kemi një problematik për sa i përket problemit të qytetares Zamira Kulla, e cila ka një vendim gjykate, titull ekzekutiv, por që nuk e kuptoj se zyra përmbarimore shtetërore nuk e ekzekuton. Por fillimisht, na thuaj problemin tënd? Problemi im qëndron që nga viti 2013. Jam një zonjë e pastre. Nuk e banes. Jo. Jeton me qira. Jetoj me qira. Tani, duke qenë se je pastre, je interesuar tek Bashkia e Korçës, ke aplikuar? Jo, Po nuk kam aplikuar. Thjesht na doli një sekser Që quhet? që quhet Andi Janko. Çfarë kishte ndonjë funksion ky ke Bashkia e Korçës tek strehimi? Thjesht kam miq. Ka Se miq. cilët ishin nuk më ka kontaktuar. Dakor, e takove Andi Jankon. Më ka thënë që do të rregulloj unë. Në këmbim çfarë të kërkoj? Lek. Sa? Duhet të paguash këstin e parë 6 milion. Po, Kësti i dytë është dhënë 4 milion. po. Dhe të tretën fare më ka thënë që duhet të marr, para se të marrësh çelësa do të paguash 714.000 lekë. Në total, Në total vjen diku 10 milion e 600.000. ti a dhe dorazi Andi Jankos? Ja kam dhënë nëpërmjet llogarisë bankare times, i kam kaluar në llogarinë bankare të Andrea Katundit. Kush është ky? Ish përmbarues. Po ç'pun ka llogaria bankare e përmbaruesit? Unë nuk e kam ditë që ai ishte përmbarues. Po. Po ti ja kalove gjithsesi. Unë ja Ke kalova. faturat të I bankës? kam të gjitha. Dhe këtu kemi të gjitha faturat bankare. Transferta parë ka qenë? 6 milion. E dyta? Ishte 4 milion. Po, ka Dhe milion. Dhe e treta? E treta 714, 720 një gjetin se s'po më kujtohet mirë tani për momentin. Tani, tu shohim dhe Shuma në pasqyrimin total për shkrimi të ardhurave 10 milion E 680. Këto para kaluan në llogarinë bankare të përmbaruesit Andrea Katundi që në vitin 2013. Po. Po. Sa duhet prisje ti që të bëje me shtëpi pra, të strehohesh? Sa të mbaroj banesa, më thanë. Po sa ishte afati? Ishte rreth një vit. Një vit. Kaloi një vit. Po. Po. Pritet ti. Prita. Çfarë ndodhi mas një viti? Asnjë gjë. Domethënë banesa nuk ishte bërë ende gati. Dakord. Komunikove me Andi Jankon që ishte ndërmjetësi? Po. Më tha më do të presësh. Sa do prisje? I thash edhe sa. Po derisa të na njoftojnë. Derisa Po. pritet ti. Prita gati një vit e disa muaj. Po. Pastaj, Nuk mora asnjë lloj përgjigje. aty kuptove ti që Isha në rrjetin e mashtrimit. E pash që po më sërollatni dhe atje kam kuptuar dhe i thash në qoftë se nuk më jepni lekët brenda muajit, unë do të shkoj, do t'i trajtojmë gjykatës. dhe në fakt, qytetarja Zamira Kulla ju drejtua gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, ku ka paditur Andrea Katundin dhe objekti është detyrimin e të paditurit të më paguaj shumën prej 1.070.001.400 lekë, si dhe interesat në periudhën respektive sipas mandat arkërtimeve deri në shlyerjen e detyrimit. Dhe gjykata e rrethit gjyqësor Korçë ja ka pranuar kërkesën e paditëses. Kjo ankimohet në gjykatën e apelit Korçë, gjithashtu gjykata e apelit Korçë ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Duke qenë se një vendim gjykate është titull ekzekutiv, kjo depozitohet direkt tek zyra përmbarimore dhe ti në fakt ke vajtur tek Zyra përmbarimit. përmbaruesi në fjalë. Enkeleda Liçkolli. Dhe nga ajo kohë deri më sot nuk është ekzekutuar. Jo. Po pse? Sepse Andrea Katundi ka marrë një shumë prej 50 milion lekësh në bankë dhe vetëm pasuri që ai ekziston, ka banesën e tij. Po. Dhe atë e ka lënë në bankë. Në qoftë se ai nuk është i rregullt me pagesën mujore në bankë, atëherë ka të drejtë banka, më thanë, ti sekuestroj ai banesën Po. dhe ato çfarë ngelen Po. më kalojnë mua në llogari. Unë mendoj se është neglizhenca e zyrës përmbarimore. Prandaj dhe unë ju detyrova ti drejtoj në emisionin Stop. 10 vite nga ky vendim gjykate dhe nuk është bërë Asnjë gjë. asnjë gjë. Që e ke lënë pak pas dore dhe veti e ke lënë. Po. Por dhe përmbarimin duhet kishe bën ai punë, se paguhet për këtë gjë. Është normale. Dhe për këtë arsye, emisioni investigativ Stop ju është drejtuar zyrës përmbarimore Korçë. Shkojmë. Stop komunikon me kryetaren e zyrës përmbarimore Korçë, Olta Shkëmbi. Nuk është se ne nuk e kemi bënë në lëvizje, sigurisht janë kryer veprime. Tani, Dhe do bëhet të jashtë në fjalë për ekzekutim. Media që kërkojnë informacion për rastin në ekzekutim duhet të marrë një miratim paraprakisht nga eprori im, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit. Të lutem, ma jep këtë mundësi. Por çfarë ka bërë përmbaruesja e kësaj çështjeje, Enkeleda Kota? Në zyrën e përmbarimit Korçë është regjistruar dosja me palë kreditore Zamira Kulla dhe me palë debitore Andrea Katundi për një detyrim që
zotëria ka ndaj zonjës. Nga ana jonë ka nisur procedurat e parashikuara në kodin e procedurës, ishte dërguar fillimisht lajmërim, nuk i është përgjigjur vullnetarisht zotëria për të paguar detyrimin. Keni ndjekur procedurën ekzekutim të detyruar. Pasuri në për bankat e institucioneve, në bankat e niveleve të dyta nuk ka në emrin e tij që të mund të sekuestrojnë dhe e vetmja pasuri mbi të cilën është vendosur dhe një sekuestro si nga ana tonë si nga ana e Union Bank është një shtëpi që është në bashkëpronësi të debitorit dhe të bashkëshortes. Është sekuestruar. Po. Do të thonë juve si zyrë përmbarimore keni vepruar me sekuestron e kësaj shtëpie. Dhe është vendosur bllokimi dhe për në dosjen e zonjës, domethënë për detyrimin që ka zonja, por nuk mund të veprojnë pasi është lënë kolateral bashkë me bashkëshorten në një bankë të nivelit të dytë. Po. Dhe nga ana jonë nuk mund të veprohet sepse duhet marrim konfirmimin e bankës. Por si do të zgjidhet ky rast? Praktika që duhet ndjekur. Do të hapim një proces gjyqësor. Se zonja e bëri gjyq e fitoi. Tani duhet bëjë gjyq tjetër që të marri përpjesimin e pasurisë së debitorit. Kjo gjyq bëhet nga zyra jonë. Mjafton që zonja të shprehë disponibilitetin dhe kjo gjyq hapet Bëhet nga juve gjyqi. Domethënë çdo kosto përveç shpenzimeve që kërkon gjykata për ekspertin që para paguhen nga zonja dhe përsëri ngarkohet sa mund debitori. të arrijë për ekspertin? 500-600 Që për çka ti maksimumi. Republikën e Shqipërisë, janë tarifat bazë. Gjërat e tjera, domethënë procedura ndjekja ligjore ju garantohet nga ju. Dakor, mirë zonjë. Duke qenë se nuk kemi mundësi tjetër. Besoj se me ndihmën tuaj do të orientohet zonja që të bëhet Do orientohet zonja si do përpjesimin e pasurisë. Po, patjetër. 10 vite ndete kështu, në agoni. Të paktën Kalojnë edhe 10 vite të tjera. Të japim dritje shile këtij rasti. Dhe e dini se kush është ironia më e madhe? Që po ky, Andrea Katundi, i cili është përmbarues privat, është vetë debitor te kjo çështje përmbarimore. Ky fundit merr edhe me trajtimin e çështjeve përmbarimore. Sa bukur, ë? Vetë përmbaruesi debitor, shkon ke debitori dhe i kërkon kështu detyrimet, ë? Sepse është i licencuar. Mos duhet i hiqet licenca nëse nuk është hequr akoma. Gjithsesi, kush është shef e misionit investigativ Stop? Nëse ju paraqitet një qytetar në emrin Andrea Katundi si përmbarues, mos e besoni, sepse ky i fundit nuk ka paguar debin e vet. Jo më, t'ju marri ju të tjerëve, juve debitorëve, detyrimet.